Allahu i lartësuar e ka nderuar ummetin musliman me dërgesën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E ka begatuar këtë ummet me dërgimin e tij sallallahu alaihi wasallam, sepse ky profet ishte një i dërguar këshillues për ummetin e tij. Ishte besnik në mbajtjen dhe përcjelljen e amanetit. Ishte njeri i urtë, shumë i urtë dhe i mençur. Dhe po kështu e përcolli dhe transmetoi misionin e tij në mënyrën më të mirë. Pra ai alayhi salatu wassalam ballagha risala wa adda al-amana. E përcolli mesazhin hyjnor dhe çoi në vend amanetin i cili ishte ngarkuar. Wa nasaha al-umma, po kështu ka këshilluar ummetin e vet në mënyrën më të mirë. Përpoq të luftojnë në mënyrën më të mirë, derisa erdhi siguria, pra vdekja. Dhe se ky profet nuk la ndonjë të mirë, vetëm se e ka sqaruar atë duke udhëzuar dhe orientuar ummetin, popullin e vet në këtë të mirë, në këtë hajër, dhe qortoi dhe të hoqi vëmendjen për çdo të keqe për ummetin e tij sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. قرار واسم ودان